Zgjerimet në vazhdim janë bërë në bashkëpunim me zyrtarët e policisë së Kosovës. Personat e paraqitur në këtë pamje janë plotësisht të pafajshëm, përderisa të dëshmohet e kundërta me vendim të plotfuqishëm të organeve të drejtësisë. Sot me datën 3/11, komisioni i caktuar nga zëvendës drejtori do të ka për detyrë shkatrimin e narkotikëve me urdhëresë të gjykatës. Shkatrimin e bëjmë në mënyrë profesionale, komisioni detajisht përcjell çdo veprim për shkatrimin e dëshmit. Konvoj në përcjellje të njësive speciale është në rrugë për vendin ku do të bëhet shkatrimi i narkotikëve. Janë marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurinë e konvojit dhe së shpejti do të arrijmë në vendin ku do të bëhet shkatrimi i narkotikëve. Tani do të fillojmë me procedurat e parapara sipas standardeve rregullores. Dëshmitë komisioni do t'i dorëzojë njësisë për shkatrimin e dëshmive. Fillojmë me regjistër. 265, rregull është? Çeku janë. Rregull. Njësia për deminim bëri ndezjen e narkotikëve, tash ne do të presim derisa të digjet i tërë narkotiku dhe në fund ta shohim zjarrin. Pa u djeg edhe sasia më e vogël, ne nuk mund të largohemi nga vendi i gjatë.